qeni? Katër vite janë shumë. 4 vite janë jetë, një jetë. Kur ato vite i udhëheq një ekip që punon me ndershmëri, me vizion dhe dashuri për qytetin. Prandaj, vota e sotme është votë për të ardhmen e përbashkët, për zhvillim dhe për dignitet. Ne besojmë tek qytetarët e Kosovës, ne besojmë në demokracinë tonë dhe jemi të bindur se kjo ditë do të përmbyllet me sukses, me pjesëmarrje të lartë dhe me një proces të lirë e të drejtë për të gjithë. Pak para se të dilja këtu, unë njoftova nga dega jonë në Drenas që fal intervenimit të vëzhguesve tanë në një qendër votimi, janë arrestuar 3 persona për fotografim të votës. Kur të kemi detaje më tej do t'i njoftojmë. Edhe njëherë kanë siç e dini, Partia Demokratike e Kosovës garon me më së shumti kandidat në këto zgjedhje lokale. Nga të dhënat që kemi marrë deri më tani nga tereni, procesi zgjedhor po zhvillohet kryesisht mirë dhe ka dalje të qytetarëve. Qytetarët e Kosovës po dalin të votojnë dhe po e marrin në duart e tyre përgjegjësinë për të zgjedhur drejtimin e qeverisjes së tyre lokale. Siç kemi theksuar gjithmonë, qeverisja komunale është qeverisja më e rëndësishme për jetën e përditshme të qytetarëve. Në nivelin lokal, përcaktohet cilësia e jetës së qytetarëve, mënyra si funksionon komuniteti ynë dhe sa afër komuna është me nevojat e qytetarëve. Prandaj edhe sot, Partia Demokratike e Kosovës u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin e të votojnë. Të votojnë me përgjegjësi, me bindje dhe me shpresë. Të votojnë për të ardhmen që e duam dhe që e meritojnë.